Muaji i solidaritetit në degën e Kryqit të Kuq në Gjakov po vazhdon, nga aty tha se përgjatë kësaj periudhe ka pasur ndihma të ndryshme. Gjatë këtij muaji, domethënë muaji tetor, muaji i solidaritetit, në Kryqin e Kuq kemi marrë ndihma prej qytetarëve edhe prej OJC Dignity. OJC Dignity ka ndihmu 19 familje me pako ushqimore, qytetarët me nga një pako, 2-3 pako, part sa kanë pas mundësi, po ndihmat më të mëdha, po flas në gjana ushqimore, i kemi prej shkollave. Disa shkolla vetëm i kanë sjellë. Sekretarja e Kryqit të Kuq në Gjakov, Flanza Bakia Lama, thotë se megjithse ndihmat ushqimore nuk kanë qenë në nivelin e pritjeve, organizata është shumë e kënaqur me rritjen e numrit të anëtarëve. Muaji i solidaritetit vazhdon deri në muajin dhjetor, kështu që në nëntor është vlera e donacioneve është shumë e madhe se në muajin tetor. Domethënë muaji i solidaritetit fillon me 1 tetor e vazhdon deri me 31 dhjetor. Por na folëm për gjana ushqimore, ndihmat në gjana ushqimore. Veshëmbathje kemi të mjaftueshme të ju falenderuar qytetarëve, por shumë të kënaqur jemi me antarësimin e qytetarëve në Kryqin e Kuq. Domethënë momentalisht e kemi të kalu numrin e anëtarëve në krahasim me vitin e kaluar. Kryqi i Kuq në Gjakov apelon që qytetarët të vazhdojnë të tregojnë solidaritet dhe gjatë muajve të ardhshëm në mënyrë që sa më shumë familje me kushte të vështira të përfitojnë ndihmë.